në stacionin e trenit, po presim trenin për në Amsterdam, I morëm biletat, 66 euro për person, dhe po presim që të nisemi nga Brukseli për në Amsterdam. E kishim refuzuar disa herë Amsterdamin për shkak se biletat e avionit nga Shqipëria I kemi gjetur gjithmonë të shtrenjta, dhe kësaj here e zgjedhëm ndryshe. Shfrytzuam Belgjikën dhe udhëtuam me tren për rreth 2 orë. Ja ku mbritëm edhe në Amsterdam dhe tani jemi duke kërkuar rrugën për tek hoteli. Jemi pak të lodhur se nga Brukseli deri këtu, pavarësisht se udhëtimi është një 2 orë, po ke dhe vonesa, ndrim autobusësh, metrosh e tjera me radhë. Ja ku e gjetëm dhe hotelin, Mozarti. Të shohim dhomën se e kemi paguar goxha jo pak. Ja ku e gjetëm dhe hotelin. E vogël, por e lezetshme. Me pamje nga komshiu. Ja ku jemi në qytetin e tulipanëve dhe të bicikletave të shumta që po t'ja prije rrugën, të merrnin përpara pa pikë problemi. Me pak fjalë, bicikletat bënin ligjin në rrugët e Amsterdamit dhe jo këmbësorët. Por nga ana tjetër, Amsterdami është një qytet që ta fiton zemrën menjëherë me bukurinë e tij. Kanalet që përshkojnë qytetin, urat e vogla dhe shtëpitë karakteristike krijojnë një pamje që duket si një kartolinë e vërtetë. Qyteti ndërthur historinë me modernën, duke ruajtur sharmin e skaluarës në çdo rrugicë. Në Amsterdam mund të shëtisësh për orë të tëra buzujt, të zbulosh muzeet e famshëm ose thjesht të shijosh atmosferën e tij unike. Është një vend ku kultura, arti dhe jeta e përditshme bashkëjetojnë në harmoni. Për shumë vizitorë, Amsterdami nuk është thjesht një qytet për t'u parë, por një përvojë që të mbetet gjatë në kujtesë, dhe për shumë të tjerë quhet si Venecia e Veriut. Megjithse, unë do thoja që duket më I bukur se Venecia. Kemi ja 20 apo gjysmë ore që po ecim dhe të gjitha rrugët më duken njësoj. Radhë gjatë për patate. Hajde. Ja. Kjo është mënyra se si janë bukë hollandezët. Patate, birë, qofte, sallam me buka, nuk e di çfarë është. Ja gëzuar. Dhe të gjitha këto kushtuan 28 euro. Pak më tutje, është edhe sheshi kryesor, Dam Square në Amsterdam, që identifikohet lehtësisht nga obelisku I bardhë, që është edhe monumenti kombëtar, rreth 22 metra I lartë, sipas dronit tim. Ky obelisk u ndërtua në nder të viktimave të luftës së dytë botërore dhe është një nga pikat simbol në Holand. Tha njëri që është I pari vendit të ne, ku ka kafe si e jona, tha, shkoni pini andej, tha, kafe lëngë gështenjash. Kishte drejt. Duke qenë se koha që kemi në dispozicion është shumë e shkurtër, vendosim që të bëjmë një tur me varka për ta parë të paktën gjithë pjesën e qytetit, sepse në këmbë kemi ecur goxha dhe këmbët I kemi të lodhura. Duhet keni parasysh që disa shërbime këtu mund t'i paguani vetëm me kartë, pra nuk pranojnë cash. Ashtu ishte edhe kjo pjesa e pagesës varkave, pra 15.50 cent ishte për person, për tritur dhe 9.40 për fëmijë.
Jemi gati. So welcome on the Piekhain 1. That's the name of the boat. My name is Harry. We're gonna make a tour of 1 hour, and it's a audio guided tour. So everything is in English over the speakers. But if you want to listen to another language, it's possible. Një udhëtim me vark nëpër kanalet e Amsterdamit është mënyra më e bukur për t'u njohur me qytetin. Ndërsa varka lëviz ngadalë mbi ujë, përpara syve shfaqen ura historike, shtëpi të vjetra me fasada elegante dhe rrugë plot gjallëri. Reflektimi i ndërtesave në ujë krijon një atmosferë të veçantë, sidomos në mbrëmje, kur dritat e qytetit pasqyrohen në kanale. That's the headquarters worldwide. They started the website and now it's one of the biggest e-commerce companies in the world. Po e shpjegon dhe kapiteni që këtu është kompania Booking, ndërtuar e krijuar në vitet 90 nga dy studentë të Amsterdamit. Gjatë lundrimit, zhurma e qytetit zbehet dhe gjithçka duket më e qetë, sikur po shikon në Amsterdamin nga një këndvështrim krejt tjetër. Është një përvojë relaksuese që të lejon të shijosh bukurinë, historinë dhe ritmin unik të këtij qyteti nga zemra e tij, kanalet. Okej, eksperiencë e bukur është sepse ti ke mundësi që të shohësh një pjesë të mirë të Holandës për 1 orë. Ndryshe nga Venecia që me gondola kushton shumë herë më shumë. 100 euro kam përshtypjen se nëse në mos gaboj, domethënë aq kam paguar për rreth 30 minuta. Çmimi ishte 15 euro për person dhe mund ta shijosh më shumë. What you see now on the left hand side is National Ballet. The Dutch may be known. Kapiteni ishte shumë i sjellshëm dhe her pas here na tërhiqte vëmendjen që të mbanim qetësi. This is Emperor's Canal, and next to us, and there next is the Prinsen Canal. S'lejnë këto të tjerat me një gjuhë. Kanë ardhur për muhabet. Nejse, po kalojmë në zonën më të shtrenjtë të Amsterdamit, ku janë bosat. Përveç kanaleve të shumta dhe varkave të shumta që ka Amsterdami, njëkohësisht ka edhe një numër të madh bicikletash, janë 1.6 milion bicikleta. Pra më shumë bicikleta se sa njerëz. Ne shpesh njerëzit përdorin bicikletat për të shkuar në punë. Sapo përfunduam turin me vark në kanal dhe realisht do t'ju a kisha sugjeruar me kënaqësi sepse vërtet u kënaqëm, u informuam dhe shijuam. Qytet shumë i bukur dhe karakteristik, është madje edhe shumë i njohur për konsumin e kanabisit dhe për rrugën me dritat e kuqe. Kjo është edhe lagja më e vjetër e Amsterdamit, e krijuar në shekullin e 14 pranë portit të qytetit dhe u bë një ndër qendrat më argëtuese për marinarët dhe tregtarët e asaj kohe. Sot mbetet një nga zonat më të vizituara dhe më të diskutueshme të Amsterdamit, ku historia dhe jeta moderne ndërthuren në mënyrë unike. Rruga me dritat kuqe ose red light, po nuk lejohet xhirosh atje. Desha t'ju kujtoj këtu që Amsterdami ose një pjesë e mirë e Holandës, rreth 26% e Holandës, është 2-3 metra nën nivelin e detit, që do të thotë shpesh herë ndjen dhe aromat pakëndshme nga kanalet e rrugëve ose nga sistemi i thithjes së ujit, sepse për ta mbajtur sigurt qytetin, pra që mos përmbytet, ta kanë ndërtuar një sistem shumë të mirë me pompa, me kanale rreth qytetit. Kaq edhe për sonte se mua po mbien baterit kudo, edhe te kamera, edhe në celular, po edhe vetë. Natën e mirë dhe shihemi nesër. Ja ku jemi në ditën e fundit në Amsterdam, shumë pak tona ka mbetur pasi duhet marrim trenin për t'u kthyer në aeroport, por përpara se të ikim nga Amsterdami, po kalojmë bëjmë xhiron e fundit për të parë rreth e qark.
Që vetëm online mund t'i merrnin biletat dhe për sot nuk kishte vendet e lira, kështu që data e lirë më e afërt ishte 28 dhe ne do ikim sot. Në ikje, përballë na shfaqet edhe një tjetër shtëpi muze shumë e vizituar. Kjo është edhe shtëpia e Ana Frank, aty ku ajo u fsheh për 2 vite gjatë luftës kur Gjermania pushtoi Holandën dhe aty shkroi edhe pjesën më të madhe të ditarit të saj që u bë më vonë edhe libri më i shitur në botë. Duhet kishim rezervuar paraprakisht biletat, por zakonisht ne kur vim kështu pa plan, megjithatë e pam pak nga jashtë. Të vizitosh 2 shtete dhe 5 qytete. nuk do të thot pak, por të hipësh në çdo metro, në çdo tren dhe në avion, apo jo? Po. Bashkë shihemi në javën e ardhshme me një tjetër video. Mos harroni të bëni like and subscribe. Mos harroni, ha?